Gjua standarde shqipe gjithnjë më tepër është duke u deformuar në përdorim. Kjo vjen për një sër arsyesh kundër të parën. Akademiku profesor Dr. Ali Ashari rendit ndikimin e gjuhëve të huaja. Ndonjëherë ja vën fajin këtyre rrjeteve sociale apo mediave që natyrisht ato kanë kusuret e tyre, kanë mjaft gabime sidomos përdorimin e fjalëve të huaja e tjera. Studentët ndikojnë shumë sidomos nga fjalët e huaja. Ndikojnë shumë nga ndërtime që vinë nga gjuhë të tjera. Shqipja është një gjuhë flektive, një gjuhë që ndryshon sipas baresave, nuk është si anglishja që ka vetëm një formë, prandaj është ndikimi i anglishtes edhe ndonjë gjuhë tjetër. Problemet dhe gabimet fonetike, leksikore, semantike, morfologjike e sintaksore gjejnë hapësirë kudo në drejtshkrimin e gjuhës shqipe. Një tjetër ndikim për këtë fakt vjen dhe nga programet shkollore. E keqja vjen pikërisht nga programet e shkollës, nga tekstet, sepse tekstet artohen mbi bazën e programeve. Dhe aty kërkojnë këto gjëra që thash unë këtu. Në radhë parë kam bi ngarkesë për moshën e fëmijëve, që nga klasa e parë dhe të tjera. Kur them kam bi ngarkesë, u jepen koncepte që janë të nivelit akademik. Akademiku Ashari thotë se në radhë të parë duhet ndryshuar koncepti i dhënies së njohurive, duke nisur nga ata që bëjnë politikën gjuhësore si dhe mësuesit.